Faza e dytë, SBA parmerojnë Hamasin për mbushjen e detyrimet. I dërguari special i Shtetit Bashkuar Steve Witkoff njoftoi nisjen e fazës së dytë të planit me 20 pika të presidentit Trump për përfundimin e konfliktit në rripin e Gazës. Sipas tij, faza e dytë synon kalimin nga armë pushimin në paqe dhe parashikon çmilitarizimin e zonës. Në këtë kontekst, parashihet krijimi një administrate kalimtare palestineze teknokratike në Gaza, e quajtur Komiteti Kombëtar për Administrim. Sipas njoftimit, Shtetet e Bashkuara presin që Hamasi përmbysh detyrimet e tij për kthimin e menjëhershëm të trupit të një izraeliti të vrarë. Witkoff rikujtoi se faza e parë e planit ka sjellë një furnizim më të gjerë me ndihmë në ruajtjen e armëpushimit dhe transferimin e pengjeve të gjalla dhe trupave të atyre që kanë vdekur. Në Tajland, treni del nga Shina, të paktën 30 viktima. Të paktën 30 persona u vranë dhe 10 të tjerë plagosen pasi një tren pasagjerësh doli nga Shina në Tajlandën Veriindore, kur një vinç i madh çeliku u shem gjatë punimeve kurudhore dhe shërbimet e shpëtimit. Raportet fillestare thanë se kishte rënë vinçi mbi Shina 20 sekonda para se të mbrinte treni, duke shkaktuar një përplasje me shpejtësi. Raportet e mëvonshme sugjerojnë se vinçi mund të ishte shëmbur direkt mbi trenin në lëvizje. Raportet e medias tajlandeze thanë se treni po udhtonte me 120 km/h kur vinçi u shëm. Treni që mbante 200 persona po udhtonte në qarkun Nakhon Ratchasima. Operatori shtetëror i rrugës së Tajlandës, SRT, tha të paktën se 195 pasagjerë dhe personel janë plagosur. Aksidenti ndodhi pranë punimeve ndërtimit të një ure e kurrëdhore, pjesë e projektit të kurrëdhor me shpejtësi të lartë Tajland-Okin, i cili synon edhe Tajlandën e Kinën nëpërmjet Laosit dhe është pjesë e iniciativës infrastrukturore një brez të Pekinit. Raportet thonë edhe për dëme materiale, disa vagona dolën nga Shina, të paktën një prej tyre, sipas vlerësimit numri i plagosur varion nga 55 në 80.